Përshëndetje miq të Radio Singjallje, jemi sërish si çdo javë në studio me zotin Miron Çako. Sot do diskutojmë për patriotizmin dhe fen, Miron. Cila është lidhja që ka besimi fetar me nacionalitetin e njeriut, sepse në fundit besimi nuk ka krahin. Po, e drejtë është. Shikoni, ne do ta fillojmë bisedën me një person, me Zotin Jezu Krisht, i cili është modeli, është etaloni i të qenit një besimtar, po edhe një patrioti. Pavarësisht se kjo duket pak jashtë kontekstit. Zoti Jezu Krisht ishte jude nga natyra njerëzore dhe ai e deshte vendin e vet. Madje ai bëri gjithçka për vendin e vet, si thot, dhe unë kam marrur të dhënat e humbura të Izraelit. Por Izraeli fatkeqësisht nuk e pranoi Krishtin, sepse izraelitët kishin një koncept nacionalist, të sëmur, egocentrik, përjashtues, sepse ata e keq interpretonin ligjin dhe profetët duke quajtur Perëndin vetëm të tyren. Dhe popujt e tjerë i shikonin si të përjashtuar nga mëshira e Perëndis, madje i vinin një nofk gojem, qen, që kanë dhe sot e kësaj dite në konceptin e tyre. Kjo është arsyeja që qofse ju mbani mend dialogun që bëri Krishti me gruan kananease, që nuk është mirë që bukën e fëmijëve t'i japësh klyshëve të qenve. Krishti po fliste këtu me mentalitetin judaik, se kishte edhe apostujt me vete që po i mësonte. Dhe ajo kananease që ishte nga kombet, u shpreh në mënyrë shumë për ulur dhe si them shumë të zgjuar, edhe klyshët e qenve han nga thrimet që bien nga tryezët e zotrive. Dhe Zoti e mburi atë dhe ja shëroi vajzën nga demonëve. Që do të thotë, Krishti erdhi në fillim për popullin e Izraelit, por jo vetëm për popullin e Izraelit. Ai bëri të pamundurën që populli i Izraelit të shpëtonte. Dhe mbaj mend që kur Krishti po shkonte në Jeruzalem dhe pa si them mohimin që i bën krerët, por dhe turma e manipuluar, ai qau. Dhe tha: Jeruzalem, Jeruzalem, se kam dashur t'i mbledh fëmijët e tu si kloçka zoq nën krah, po ju nuk deshët. Dhe ja do vinë kohë që do rrethohesh e gjitha dhe do shkatrohesh. Derisa të thuash i bekuash ai që vjen emrin e Zotit. Pra këtu shikojmë ndjesitë patriotike të Krishtit. Ti je patriot, që vjen nga fjala greqisht patria, dhe, do të thotë që ti e do vendin tënd. Por e do vendin tënd në dashurinë që vjen prej Zotit. Ligji i parë që na jep, si them, feja, flasim për besimin ton të krishterë që mbështetet në Bibël, është: duaj Zotin me gjithë mendje, me gjithë zemrën, me gjithë shpirtin, me gjithë fuqinë tënde. Pra dashuria, si them, i takon Perëndis në fillim, është një dashuri sublime, dhe porosia e dytë është: duhet të afrohemi si veten. Te kjo porosi futet dhe atë dashuria ose patriotizmi, sepse kush është atdeu? Atdeu nuk është thjesht copa e që na bie ose ajrit ose tokës që kemi. Është i afërmi yt. Dhe dashuria ndaj afërmit është dashuria ndaj vendit ku ne jetojmë, habitatit ton. Pra krishterimi në modelin e Krishtit, dhe siç interpretojnë dhe etrit e kishës, na nxit në patriotizëm. Por nacionalizmi është diçka tjetër. Nacionalizmi vjen thjesht nga kombi. Por çështja është një nacionalizëm i smur, kur ti do vetëm vendin tënd dhe përjashton vendet e tjera. Ky është një nacionalizëm të cilën e kishin judejt. Dhe çfarë bëri nacionalizmi judeve? U ngrit kundër Krishtit. Sepse kur i than Krishtit bëu mbret ynë që të pushtojmë romakët, dhe Krishti tha: mbretëria ime nuk është e kësaj toke, dhe unë s'kam ardhur vetëm për ju, kam ardhur edhe për njerëzit. Dhe kur Krishti thoshte dojini romakët, siç dhe Krishti bëri mirë për shembull edhe tek disa romak që kërkuan ndihmën e tij për t'i hapur izraelitët, ata e thanë: kryqëzoj, ky nuk na duhet. Pra nacionalizmi përjashton jo vetëm vendet e tjera rreth e qark, por përjashton dhe vetë Zotin, i cili është për të gjithë njerëzimin. Prandaj krishterimi na kultivon patriotizmin dhe nacionalizmin e shëndosh,
por gjithmonë këto si të marrin kuptim nga dashuria për Zotin dhe dashuria për të afërmin. Prandaj feja dhe patriotizmi janë të lidhura bashkë. Këtë e shikojmë edhe tek shenjtorët, të cilët ata e donin vendin e tyre, sakrifikuan për vendin e tyre, por gjithçka e bënin nga dashuria për Perëndin. Ose e shikojmë edhe në vendin tonë. Ne kemi figura të cilat janë dhe fetare dhe patriote, të cilët kanë kontribuar edhe për fen, edhe për atë dhen. Do vim në vendin tonë, Miron. Rëndom, shoqëria jonë ngatron shumë nacionalitetin me fen. Për shembull, nëse një person ka besimin musliman, ata e lidhin automatikisht me shtetin turk. Për të krishterët ortodoks, i lidhin automatikisht me shtetin grek ose rus. Po. Ndërsa katolikët shpesh herë ndodh të lidhin me italianët. Po. Tani, pse gjithë ky keq interpretim në vend? Kjo nuk vjen nga feja. Kjo vjen nga keq përdorimi i fesë, nga nacionalizmi egocentrik ose i smur, themi. Do me thënë, njerëzit të cilët janë nacionalist në kuptimin e keq të fjalës, jo të mirë, ata përdorin dhe elementi fetar, i cili është shumë i ndjeshëm, për të manipuluar dhe për të orientuar turmat drejt agjendës së tyre. Dhe fatkeqësisht kjo është bërë gjatë historisë edhe në Shqipëri. Siç edhe juve, për shembull, shumë herë fetarët janë targetuar të grupimeve jo fetare, por të grupimeve nacionale ose të shteteve përkatëse. Dhe shqiptarët në disa situata e kanë kuptuar këtë se kjo është në dëm të vendit tyre. Prandaj doli dhe slogani në kohën e rilindjes, feja shqiptarit është shqiptaria. Kjo, pavarësisht se na duket me një konotacion anti-Zot, ose ateist, siç e përdorin dhe ateistët, por nuk është kështu. Po ta shikojmë thellë, shqiptarët duke parë se rrezikonin të shpërbëheshin si një popull, si një kom, atëre kuptuan keq përdorimin e fesë nga nacionalistët ose nga vendet të cilët donin ta shfrytëzonin këtë vend. Dhe siç i bun, për shembull, siç edhe ju përcaktuar që muslimanët quheshin pjesë e Turqisë, ortodokët pjesë e Greqisë ose Serbisë dhe katolikët pjesë e Italisë ose Perëndimit. Atëherë shqiptarët kuptuan që nuk duhet ngatrohet feja me nacionalitetin. Pse? Kanë dy gjëra krejtëndryshme. Feja na ndihmon në kemi një marrëdhënie me Zotin, me ligjin, me moralin, me dashurinë, që është e para, është dashuria nuk është diçka abstrakte, është diçka konkrete, domethënë bëj tjetrit atë që duan të ta bëjnë ty, dhe nacionaliteti ose që si them përfaqësohet dhe nga shteti ka të bëjë me vendin, ka të bëjë me ruajtjen e gjuhës, identitetin, kulturën e gjitha. Të dyja këto ndihmojnë te njëra tjetra. Pra edhe feja ndihmon tek një nacionalizëm i shëndosh, edhe nacionalizmi i shëndosh ndihmon te mbrojtja e fesë. Siç fatmirësisht e kemi edhe në Shqipëri. Por gabimi është kur keq përdoret feja nga nacionaliteti i smur dhe feja merr ngjyrë nacionale, që nuk duhet të jetë kështu, sepse feja, si them, besohet që është një shërbim të Zotit, dhe Zoti nuk është vetëm për një grup njerëzish, po është për të gjitha racat, gjuhët, qenit, dhe kështu pra kur ne bëjmë fen në kontekstin nacionalist ose në kufizat nacionale, ne përjashtojmë të tjerët. Prandaj nuk funksionon. Dhe kthehet feja në një bumerang për veten e vet, dhe e kundërta, kur nacionaliteti, si them, bëhet një fe e vendasëve. Domethënë, dhe këtu janë të dyja janë gabim. Ndonjëherë prodhohen tensione artificiale duke përdorur fen me qëllim që të prishë disa balanca apo të tolerancën fetare që ne kemi karakteristik të vendit tonë. Shpesh herë dhe në mënyrë të ndoshta edhe pa dashje, ndikon edhe mediat apo rrjetet sociale. Si shikon këtë? Mediat janë pushteti i katërt, nuk është diçka pa rëndësishme. Dhe ne dim se sa ndikim kanë ato sot në shoqëri, sepse edhe zhvillimi teknologjik, të gjithë mediat janë shumë të aksesueshme në çdo vend që ti mund të jesh dhe në çdo moshë,
Dhe fatkeqësisht shpeshherë mediat marrin informacione dhe i keq përdorin këto për audiencë para njerëz, thjesht për të krijuar audiencë, për të krijuar lajme. Për shembull, ndodh një diçka në mënyrë periferike, ai e bën sigurisht diçka e gjithë edhe komunitetit. Kemi raste edhe për kishën tonë. Për shembull, një X klerik, për shembull, Taz, ka bërë diçka që bie ndesh me ligjet fetare, por dhe me ligjet e vendit. Atëherë, detyrimisht, për i thjesht njeri, duhet gjykohet edhe nga kanonet kishtare, por gjykohet edhe nga ligjet. Pra, po ky nuk përfaqëson gjithë kishën. Nuk mund themi që është një prift i tillë dhe gjithë kisha është e tillë. Shpeshherë përdoret e kundërta, shembulli negativ, përdoret për të, si them, për stigmatizuar gjithë komunitetin. Nuk përdoret ajo tjetra, që një shembull pozitiv të jetë shembull për gjithë tjerë. Pra, mediat shpeshherë marrin shembullin negativ, pse? Sepse bën më shumë bujë, bën më shumë kërcet si lajm. Krijohet audiencë, por jo vetëm kjo, se po të ishte vetëm kjo, si them, gjysmë të keqes. Por ndonjëherë ka një agjend që përdor mediat për të targetuar një grup fetar, për ta hedhur kundër një grupi tjetër fetar, për një nacionalitet smur, domethënë, pra këtu është gabim. Qëndron gabim edhe tek reagimi i njerëzve apo i turmës? Po, çiko, turma manipulohet. Gjithmonë turma është e manipulueshme. Nuk është vetëm sot. Turma u manipulua kundër Krishtit. Pra gjithë ajo turmë që Krishti për 3 vjet kishte bërë vetëm mirë, nuk ishin në atë kohë doktorët dorën pa punë. Thuhet, sepse Krishti shronte çdo smundje. Ngjalli dhe vdekur, ushqevi njerëzit me buke, me peshke, gjëra që s'kishin ndodhur ndonjëherë, më në fund tha kryqëzoje. Pse? U manipulua. Pse? U manipulua nga nacionalizmi i smush. Na duhet ky është mbreti ynë, ky është miku romakëve. Na duhet një tjetër. Dhe kë morën Juden lirun Barabën, një kriminal. Dhe për Krishtin tha kryqëzoje. E njëjta gjë ndodh. Turma fatkeqësisht shkon drejt negativitetit. Pra, jo gjithmonë shumica ka të drejtë. Kuptoni? Prandaj, duhet shikojmë që fatkeqësisht e drejta e vërtetë arrit tek pakica. Prandaj duhet ky zëri profetik ose martiria, dëshmia që bëjmë ne si të krishterë, edhe pse mi pak duhet flasim. Dhe por gjithmonë neve duhet ta informojmë turmën, pra të gënjeshëm dhe të themi të vërtetën. Sepse kemi edhe diçka tjetër që nuk mund të rrim indiferent, që s'më duhet mua, s'është puna ime. Jo, kur targetohet për shembull komuniteti ynë i krishterë, figura, siç ishte për shembull figura e të ndjerit kryepiskop Anastas, shumë e goditur, padrejtisht. Atëherë kisha, por jo kisha thjesht institucion, por dhe besimtarët në shumë raste e kundërshtuan. Por dhe sot, në qoftë se një figurë kishtare, ose edhe një klerik i thjesht, por edhe në qoftë se një besimtar, goditet padrejtisht, duhet reaguar sepse nuk duhet toleruar gënjeshtra. Sepse ajo që ne tolerojmë tani, nese mund bëhet një gjë shumë e madhe. Si thoshte edhe kryepiskop Anastasi, edhe budallëku nuk duhet toleruar. Pra edhe një gjë që është si është një budallëk, nuk do toleruar sepse aty mund fshihet një strategji që të manipuloj turmat dhe po si orientuar turmat, jemi ne gabim pastaj që turmat na ngrihen kundër. Prandaj të gjithë ne si të krishterë, flasim për komunitetin tonë, duhet jemi me sy me vesh të hapur, kur shikojmë diçka që është gabim, është një shpifje, nga kushdo media që të vi, atëherë duhet edhe neve në mënyrë qytetare të themi të vërtetën. Kjo nuk është e vërtetë. Ja të jap një shembull, për shembull diçka që ndodhi që u bë mediatikisht një bujë e madhe nga një televizor për një incident me një prift në Lushnjë. U bë shumë mediatikisht, u akuzua ai, por më në fund doli që personi fjalë kishte shpifur dhe i ka kërkuar falje priftit. Po këtë mediat nuk e japin. Pra mediat japin vetëm skandalin, akuzën, por nuk japin këtë tjetrën, se si personi fjalë i ka kërkuar falje priftit në mënyrë publike që ajo shpifi. Pra shikon si është problemi? Pra duhet të themi gjithmonë të vërtetën me dashuri dhe të atë gënjeshtër që është edhe fryrë mediatikisht, që shpeshherë fatkeqësisht bëhet për klikime, ose dhe një agjend ne duhet ta shfuqizojmë. E vërteta mund gënjeshtërën.
Do shkojmë prapë tek atë dashuria. Duhet përmend njëri nga figurat më të rëndësishme të vendit tonë, Gjergj Kastriot Skënderbeun, i cili ishte edhe një besimtar i mirë, por edhe një luftëtar e një figurë shumë e nderuar për kombin tonë. A mund të qëndroj, a ka heronj të rinj? Ndërgjegja kombëtare me dije pa dije, me dashje pa dashje, Gjergj Kastriot Skënderbeun ka heron kombëtar. Do me thënë të gjithë populli ynë, pavarësisht feve të ndryshme, por atë nuk e iq dot nga pjedestali që ai është vendosur, jo në mënyrë arbitrare, por me merit si hero kombëtar. Gjergj Kastriot Skënderbeun i takon periudhës më të ndritshme të historisë së popullit tonë. Sepse ne kemi qenë një popull elit, njësoj me të gjithë popujt e Evropës, pjesë e perandorisë romake, perandorisë bizantine, e zhvillimit kulturor, arsimor, por që fatkeqësisht pushtimi osman e shpërbëvi, e shkatroi në mënyrë kapilare dhe të pashëmbullt, sepse për 25 vjet perandoria osmane thevi hundët në kufit e arbrit. Dhe Gjergj Kastriot Skënderbeun është një shenjtor i pashpallur. Është një nga mbretërit e shenjtë, bërë një luftë të drejtë për fe dhe për atë dhe. Do me thënë, kjo është simbioza fe dhe atë dhe. Kështu që ne duhet të shikojmë figurën e tij si një figurë frymëzuese për të shikuar atë simbiozën që dashuria për Zotin të çon në dashuri për atë dheun. Dhe ne kemi nevojë për këto figura. Prandaj, edhe figura e Gjergj Kastriot Skënderbeun stigmatizohet sot dhe ne nuk duhet të heshtim nga individ ose media tjera, sepse janë themelet e kombit ton, e qytetërimit ton, prandaj duhet i ruajmë. Kështu që kemi gjithmonë atë sfidën me manipulimin ose gënjeshtrën që bëhet edhe për figurat tona heronj kombëtar si Gjergj Kastriot Skënderbeun, që unë e shikoj një figurë frymëzuese për të gjithë, veçanërisht edhe për ata që drejtojnë shtetin. Se si duhet të jetë një shtetar, do me thënë që ai duhet të doj Zotin, po duhet doj dhe vendin. Fatkeqësisht shtetarët tanë nuk e kanë shumë besimin tek Zoti, sepse historia e çka kanë kaluar në Shqipëri edhe ateizmi ka bërë punën e vet, prandaj shikojmë që nuk kemi edhe një atë dhe dashuri, po kemi një nacionalizëm hipokrit dhe që ngatrojnë edhe fet. I përdorin edhe fet. Prandaj është diçka në Shqipëri, pra urtësia e popullit ka bërë atë, dhe duke qenë në një vend i vogël, që rrezikojmë dhe të shpërbëhemi, ka bërë atë që neve të gjejmë atë simbiozën që mos ta ngatrojmë fen me politikën. Në fakt, Meron, këtë doja të pyesja, a ndodh për shembull që besimi të përdoret si instrument për të manipuluar ideologjitë? Patjetër që përdoret. Edhe në kohë më përpara dhe tani. Madje fatkeqësisht në Ballkan është përdorur shumë. Për shembull, nga një lloj nacionalizmi ekspresionist, shovinist, dhe te neve këto ndikojnë, sepse ne jemi një vend i vogël që kemi shumë grupime fetare. Atëre, duhet kjo zgjuarësia që kishin shqiptarët më përpara, para brezat më përpara se ne, të cilët e ndan fen nga politika, ose nga nacionalizmi i smur. Pra, feja është një shërbim ndaj Zotit që është për të gjithë. Prandaj, një fe që e shikon personin njerëzor si kundërshtar, nuk është fe e Zotit. Dhe duhet dhe të gjithë pasaj, ne jemi përveç fetar, jemi dhe shtetas, që të gjithë kemi detyrim të shërbim për vendin. Kështu që, për shembull, kur shikojmë në Shqipëri këtë bashkëjetesën fetare ose harmoni fetare, kjo nuk do të thotë se fet janë njësoj, se dhe këtu duhet pasur kujdes. Nuk kemi një sikretizëm fetare këtu. Çdo fe ka ngjyrimën e vet, ka rrugën e vet, ka dallimet e veta dhe janë të kundërta, se ndryshe do ishim bashkë. Por kjo nuk na bën neve që të jemi bashkë në çështje kombëtare dhe të respektojmë fenë e tjetrit. Të respektosh fenë e tjetrit nuk do të thotë të jesh dakord me tjetrin. Prandaj dhe nuk duhet kaluar në krahun tjetër, bëjmë një fetë të re, fetë të kombit. Dhe këtu është gabim që e përdor dhe politika, por ne do të rrojmë fenë tonë, ta mbrojmë fenë tonë, të respektojmë fenë e tjetrit, pa qenë dakord me atë, dhe të gjithë fetar dhe ateist, gnostik, merr si duash ti, ne duhet bashkohemi për çështjen kombëtare që është
vendi ynë i përbashkët. Dhe këtu nuk ka asnjë përplasje me njëra tjetrën. Duhet ndalem pak te figura e Theofanolit. Po. Një figurë që ka shprehur atë dashurinë, pjesë edhe e politikës asaj kohe, por edhe shumë besimtar dhe i dashur nga të gjithë njerëzit. Jo vetëm figura e Imzot Theofanolit, por edhe kemi figura tjera, Papa Kristo Negovani, Petronili Luarasi. Të gjithë këto kanë qenë edhe figura fetare, të cilat kanë kontribuar për shqiptarinë në kuptimin e mirë, për gjuhën e tjera, atë dashurinë. Janë keq kuptuar ndonjëherë, dhe nga grupime tjera fetare, që e kanë keq përdorur fen në mënyrë shoviniste, e kanë parë si pjesë e grupimit tyre etnik dhe jo e të gjithëve. Pra këto janë bërë gabime, por ne këto figura duhet i nderojmë. Duhet i nderojmë sepse fetaria e tyre i çoi në atë dashuri. Dhe ata kontribuan edhe për vendin. Dhe dhanë një kontribut si them të shquar, të spikatur, që neve duhet jemi mirënjohës. Prandaj, unë besoj, një njeri që është një fetar i vërtet, që e do Zotin me të vërtet, ai do dhe vendin. Sepse e kundërta, nuk mund të duash vendin me të vërtet kur ti mohon Zotin. Sepse i Zotit është dheu dhe gjithçka është në të. E thuhet shpesh në rrjetet sociale, në media që do kthehemi tek kisha e Theofanolit. Miron, kisha autoqefale e Shqipërisë sot, a është kisha e Theofanolit? Kisha është e Krishtit. Është trupi i Krishtit në kohë dhe në hapësirë, edhe në vendin tonë. Kisha nuk ka ngjyrim kombëtar. Sepse në qoftë se një kishë ka identitet kombëtar, ajo përjashton të tjerët. Për shembull, në vendin tonë, ne kemi shqiptar, kemi etni të ndryshme, si them, mund të jetë grek, malazez, nuk e di, turq, çfarë duash mund të jetë këtu. Pra, si mund t'i themi neve kur është një kishë shqiptare kjo? Po mira, ai tjetri si do hyjë në kishë. Krishti është shqiptar? Jo. Krishti është jude nga ana njerëzore, ose apostujt. Por kjo nuk do të thotë se Krishti është vetëm për judejt. Krishti i çoi apostujt në gjithë kombet. Kisha është apostolike, katolike, i përmbledh të gjithë. Prandaj kisha nuk mund të ketë ngjyrim kombëtar. Kush thot për shembull se kisha është shqiptare, ose është serbe, ose është greke, ose është ruse, merret si duash ti, ai gabon. Sepse në një farë mënyre ndan njerëzit nga Zoti. Dhe e çon Krishtin në kryq, si e çon judejt për shkak të nacionalizmit të tyre. Prandaj, kisha është e Krishtit, por kisha e Krishtit është në vende të ndryshme. Është kishë e Krishtit në Shqipëri, në Serbi, në Rusi, kudo, dhe çështja është ata pra që e keqpërdorin kishën për nacionalitete, ata janë heretik. Nacionalizmi është herezi në kishën ortodokse. Është dënuar. Nacionalizmi, filitizmi, racizmi janë të dënuar si herezi nga një sinod që është bërë në Konstantinopol, ose në Stambollin e sotëm, është herezi. Pra ata janë në rrugë gabuar. Kështu që nuk duhet bien prej këtyre mashtruesve të mashtruar, ose shpeshherë janë dhe sharlatan, që e përdorin fen për interesat tyre, duke vendosur një flamur këtu, sipër asaj kemi këto figura, fatkeqësisht do jenë gjithmonë këto, por ndonjëherë duhen këto se është ai kontrasti bardhë e zi. Dhe Fanoli, me që e përmendët, ai ishte një kontributor shumë i spikatur bashkë me tjerët, jo vetëm Fanoli, për ndërtimin ose marrjen e autoqefalisë. Ai kontriboi, por nuk ishte vetëm Fanoli. Ishte shumë të tjerë bashkë me Fanolin, por autoqefalia na u dha nga Patriarkana Ekumenike në 1937 me kryepeshkop kanonik Imzot Kristofor Kisin. Aty fillon autoqefalia. Por Fanoli dhe tjerë janë pionerët e autoqefalisë dhe ne i respektojmë, i nderojmë dhe kisha i kujton. Pra, nuk ndërtoi Fanoli një kishë shqiptare, por Fanoli kërkonte një kishë autoqefale, vetë qeverisje të Krishtit në Shqipëri që të flisë dhe gjuhën shqipe, dhe kjo është shumë e mirë, dhe sot neve ëndrrën e Fanolit.
kontributin e falorit dhe të gjithë pionerëve e kemi të realizuar. Sepse edhe kur humbi autoqefalia në kohën e ateizëm komunizmit, prap kur e rimorëm autoqefalin dhe kur vendos kanonikisht kryepeshkop i Zot Anastasi, çfarë bëri ai? Ai ndërtoi një kishë të Krishtit në Shqipëri me gjuhën shqipe, por duke respektuar gjithë etnitë e tjera dhe po të shikojmë dhe që është edhe statusi i kishës ortodokse atë qefalit Shqipërisë, gjuha zyrtare në kishën është shqip. Dhe sot kishën ortodokse atë qefalit Shqipërisë e drejton një kryepeshkop me kombësi shqiptare dhe po ashtu mitropolit, episkop, të cilët pra vazhduan atë ëndrrën të fanorit, por e bën realitet dhe atë e ringjalli kryepeshkop Anastasi, që vazhdon kryepeshkop Johani dhe kjo është vazhdimësia apostolike në kishën e Krishtit në Shqipëri. Mendoj që duhet sqaruar kjo. Po, patjetër. Që ishe pjesë e kësaj. Kënaqësi për mua.